Përshëndetje të dashur miq. Sapo filmova në fakt videon e energjisë së hënës së plot. Dhe ndjeva shumë të arsyeshme që të marr dhe mesazhe konfirmimi në lidhje me energjinë që kjo hënë e plot ndoshta fton në jetën tuaj. Ne i ndam mesazhet në lidhje me hënën, ju mund ta dëgjoni videon, është paraprakja e kësaj, pra video paraardhëse e saj. Për të parë më së shumti nëse shikoni në kohë reale pra këtë video, për të parë energjinë e kësaj periudhe. Por kur do që kjo video të gjej, këto mesazhe rezonojnë me ju në atë periudhë që ju e shikoni, nëse kjo video ju ka gjetur, ky është synimi që unë kam vendosur. Kështu që mund ta shikoni për të marrë esencën e mesazheve. Por në kohë reale këto mesazhe lidhen me energjinë e hënës së plot. Do të marrim dhe konfirmime më pas, por le të shohim se çfarë ka ardhur për ju. Karta e parë është një kartë që tregon fokusin tuaj tek shërimi emocional, sepse lidhet me energjinë e ujit. Dhe vetë kjo hënë e plot në fakt është energjinë e ujit, dhe ne folëm për një temë që kishte të bënte me lidhjet karmike. Kështu që ju ndoshta jeni në një fazë, ne përmendëm jeni në një fazë tranzicioni që ka të bëjë me faktin që ju po shëroheni nga e kaluara, po merrni esencën e asaj që ju mësuat e këtyre marrëdhënieve, po reflektoni për mësimet e mësuara, po zgjidhni të çlironi të kaluarën dhe po zgjidhni të ftoni të atë që doni. Nuk e di se po edhem të ardhmen, por ndoshta thjesht është diçka që ju e perceptoni sikur është në të ardhmen. Nuk është ajo ashtu dhe tani, mjafton që ju thjesht ta pranoni. Por edhe të jeni gati, sepse ajo që ju doni kërkon versionin tuaj të shëruar, kërkon versionin tuaj që ka mësuar mësimet, që nuk do të bëjë të njëjtat gabime dhe që nuk do të lëndohet si në të kaluarën. Prandaj është e rëndësishme edhe kjo periudhë reflektimi, kështu që çdo gjë ka një arsye, mos e mendoni sikur jeni në vend numero dhe asgjë nuk po ecën për mua, dhe të tjerët po ecin për shkakun me planet e tyre ndërkohë që ju po reflektoni, por nuk keni të njëjtin plan jete, nuk keni të njëjtin rrugtim, kështu që mos e krahasoni rrugtimin tuaj me të tjerët. Kjo erdhi si një mesazh shumë i bukur dhe lidhje me breshkën, dhe ndjej që këto dy video janë shumë të lidhura me njëra tjetrën, kështu që ndoshta ju mund të shikoni të dyja. Karta e dytë është pra të hidheni në veprim. Energjia e Marsit. Ju mund të jeni shenjë zjarri, apo mund të keni shenjë zjarri në kartën tuaj astrologjike shumë të theksuar, pra në shumë shenja, apo thjesht e keni shumë dominante si energji. Dhe thot hidhuni në veprim, pra si fillim kërkohet që ju të shëroheni dhe më pas të veproni. Pra koha për të vepruar është aty, nuk ju ikën koha, nuk ju ikën jeta. Ama sa më shumë ju të merrni më të mirë në kësaj periudhe reflektimi dhe shërimi, aq më shumë energji ju keni për të ecur përpara. Dhe po ndjej tani që për shembull këto situata të skaluarës mund të kenë marrë pak nga energjia juaj. Është si të jeni një flak dhe secili ka marrë pak nga flaka juaj. Dhe për këto juve mund t'ju ndihmojë për shembull nëse bëni rituale që të thrisni energjinë tuaj mbrapsht, pjesë të vetes tuaj mbrapsht. Sepse qoftë edhe në fakt jo vetëm që ju a kanë marrë, sepse edhe nëse nuk e kanë bërë me dashje, le të urojmë që kështu është, por edhe vetë situatat e vështira që ne kalojmë, ne mund të lëmë pjesë të vetes sonë në këto situata. Dhe prandaj nuk ndjehemi të plot, apo nuk ndjehemi bateri 100%, apo vërtet që të kemi energji të plot, sepse kemi energjinë të shpërndarë në shumë vende që as nuk e dim. Dhe është e rëndësishme që të bëni, ndoshta kjo është ajo që po ndjej, nëse ju e ndjeni gjithashtu dhe ndjeni të udhëzuar, thjesht të thrisni të gjitha pjesë të vetes suaj apo energjinë tuaj në shtëpi, në qendrën tuaj të pleksusit diellor. Dhe kjo do të bëjë të mundur që ju të keni të diellin, këtë energjinë, vitalitetin dhe pasionin, dëshirën, entuziazmin për t'u hedhur në veprim më pas. Dhe nëse keni nevojë për ndihmë në lidhje me këtë, mund të më kontaktoni dhe mund t'ju ndihmoj me shumë dëshirë dhe kënaqësi, sepse e di që ndonjëherë mund të jetë e vështirë. Karta tjetër që ka ardhur për ju është katrori, por që po ta shikoni, është si një farë tuneli dhe është një art shumë i bukur këtu që mund ta shikoni. Dhe ideja është juve ju duket sikur jeni të kufizuar, por ju nuk jeni, sepse shikoni se si janë për shembull njerëzit, duket sikur po fluturojnë, janë me kokë poshtë, pra gjërat nuk janë ashtu siç ne i shohim, qoftë edhe këtu në këtë dimension për shembull. Ne mund të shohim në një farë është
si shembulli i milingon, si po më vjen tani, nëse merrni një milingon në një fletë të bardhë dhe e rrethoni me një katror rreth me laps, milingona do të qëndrojë aty gjithkohës, sepse do t'i duket kjo viza që ne bëm si një humner, sepse nuk shikon kaq dimensione sa ne shohim. Dhe nëse ne do të shikoni më shumë dimensione se sa 3D-ja që ne shohim, keni parasysh ato filmat me syze 7D që duket sikur vërtet pra duket shumë reale dhe shikoni gjëra shumë e më shumë nga sa sytë tanë mund të shohin. Pra ka të bëjë thjesht me perceptimin dhe perspektivën dhe me lenten. Që e para njëherë mos i besoni gjithnjë asaj që shihni, besojini intuitës suaj. Dhe e dyta, jo gjithçka është ashtu siç duket. Edhe në shumë gjëra në jetë, në çdo gjë që mund të ketë ndodhur, pra ndoshta kjo periudhë reflektimi po ju bën të kuptoni që gjërat nuk kanë qenë ashtu siç dukeshin. Ka patur shumë gjëra të thella nga sa janë dukur. Dhe prandaj ndoshta për ju nevojitet thjesht një ndryshim perspektive. Ajo që ju ngelet në këtë periudhë reflektimi të bëni është të ndryshoni perspektivën në lidhje me çfarë ka ndodhur, por edhe në lidhje me jetën tuaj tani më, sepse ndoshta juve ju ka ndryshuar planet, ju ka ndryshuar gjithçka, pra një gjë e vogël bëri që gjithë ëndrat tuaja të ndryshonin, gjithë planet tuaja të ndryshonin. Dhe kjo është e bukur e jetës, që është në evoluim dhe në ndryshim të vazhdueshëm, siç e shikoni. Ne i duam gjërat shumë të kontrolluara, shumë të parashikueshme, ndërkohë që e bukur e jetës është që asgjë nuk është e parashikueshme, nuk mund ta kontrollosh, pra si ta marrësh energjinë dhe ajrin tani. Në rregull, ne e kemi shpikur tek këtë, e kemi futur ajrin në tullumbate. Por ideja është që të duash ta kontrollosh të gjithë ajrin, nuk e bën dot. Dhe ne sigurisht kemi shumë kontroll mbi mënyrën se si jeta jonë manifestohet. Patjetër që po, në këtë pjesë mund të themi fjalën kontroll, por jo në kontroll në aspektin e rezultatit. Pra ne kemi kontroll se çfarë ne mendojmë dhe zgjedhim. Zgjedhjet janë shumë të rëndësishme. Por jo se çfarë bëjnë të tjerët, apo çfarë ndodh, apo për shembull, ne kemi një lutje specifike për më të mirën tonë, për shëndetin e të tjerë. Por ne kemi atë fiksimin tek rrugat e mënyra, sepse ne ndoshta shohim vetëm këtë katrorin. Por shikoni se sa shumë gjëra dhe dimensione dhe sa shumë për shembull realitete dhe gjëra që nuk shohim dot me sytë tanë janë rreth e qark, që orkestrohen që ne të na sillin atë që duam. Pra nuk është e vetmja rruga ajo që ne mendja jonë mendon dhe sytë tanë shohin. Dhe këto në fakt janë mesazhe do t'i ndaj me shumë mundësi, sepse kjo e para kishte tematik tjetër, por mund të kenë lidhje me të gjitha me ju, sigurisht. Dhe karta tjetër lidhet me shprehjen që të luftoni për luftën e mirë, si të thuash, pra thjesht të qëndroni në përputhje me të vërtetën tuaj dhe të ngriheni mbi vështirësitë që keni përjetuar. Pa siç e shikoni, duket sikur mund ta shikoni si çfarë do lloj shpendi që ju të doni, sepse ta lejon këtë mundësi, pra mund ta shikoni si Phoenix, mund ta shikoni si lakurishnate. Lejoni imagjinatën t'ju tregoj se çfarë është për ju. Pëllumb, shqiponj, skifter, që lidhen me këtë pjesën që të ngriheni sipër. Dhe erdhi tek mesazhi në fakt edhe tek mesazhi i përgjithshëm, që ju po kaloni në një oktavë më të lartë, sepse ju keni synime të mira. Dhe ju po luftoni për më të mirën tuaj dhe të tjerëve, pra luftën e mirë, luftën për paqe, për mirësi, për dashuri të sinqertë. Dhe nëse ju nuk e gjeni, ju nuk pranojeni më aq. Në rregull, po pranoj këtë dashurinë me kushte dhe këtë dashurinë jo të sinqertë. Ju thonë nuk ka problem. Sikur i vetmi person të jem që unë të besoj tek dashuria pa kushte, unë do të jem ky person. Dhe unë do të qëndroj në përputhje me këtë vërtetimin. Dhe duke bërë këtë, ju do të mund të tërhiqni atë që ju jeni dhe atë që ju mbartni me frekuencë. Dhe karta tjetër lidhet shumë me faktin që erdhi si mesazh, pra jeni në këtë periudhë tranzicioni dhe nevojitet pushim për trupin tuaj, për sistemin nervor. Ndoshta edhe pushim për të dalë nga mendja juaj, dilni nga overthinking dhe nga mbimendimi, sepse reflektimi ka të mirën e vet, apo kjo periudhë pasi diçka na ndodh, diçka traumatike apo diçka që ndoshta asgjë nuk ka ndodhur tani së fundmi, por mund të ketë ndodhur shumë kohë më parë. Dhe në momentin e parë që ju jepet kjo mundësia për të reflektuar, duket sikur
Të gjitha gjërat që ju i keni anashkaluar, i keni lënë, nuk i keni parë, s'keni reflektuar mbi ton, edhe në momentin që ka ndodhur, duket sikur pa pritur nga u shfaqën të gjitha këto me njëherë. Sepse është momenti që t'i ballafaqoni. Dhe më në fund gjetëm pak kohë që ti, për shembull, ky person është shqetësi dhe tani më ne mund t'ia shfaqim të gjitha këto për t'i parë, për t'i sqaruar, për t'i shëruar, për të bërë një, si të thuash, një ripërsëritje dhe për të reflektuar në lidhje me këtë. Dhe vetëm mbi mendimi të lodh shumë dhe harxon shumë energji, kështu që ju më të ndjeni vërtet shumë të lodhur së fundmi dhe të nevojitet për shumë më shumë pushim, doni të flini më shumë. Edhe të ruani këtë paqen tuaj të brendshme dhe kemi hënën e plot në sfond, dhe vetë hëna e plot ndihmon në lidhje me reflektimin. Por është ideja që do thoya edhe këtë që reflektimi për shembull fillon pastaj mbi mendimi në lidhje me këtë aspekt. Pra është një vizh shumë e hollë që i ndan reflektimin e shëndetshëm me mbi mendimin dhe obsesimin dhe mendime të vazhdueshme. Prandaj është e rëndësishme që të pushoni, të reflektoni aq sa duhet, të nxjini mësimin dhe esencën dhe ta çlironi si mendim. Dhe jo ta ripërsërisni të njëjtin gjë, është si të mbaroj kjo video dhe të jepni play përsëri, pra ta shikoni përsëri. Kjo pastaj lidhet me pjesën e mbi mendimit dhe obsesionit të mbijetuarit, të mbi menduarit. Dhe karta tjetër që ndodhet në sipërfaqe të gjithave lidhet me pjesën e argëtimit. Pra le të merremi me diçka argëtuese, le të merremi me diçka kreative, le të pikturojmë, le të shijojmë jetën, le të hapim zemrën tonë. Dhe kjo erdhi si mesazh në fund të videos së hënës së plot. Dhe ja tek e keni për shembull meçin tuaj në çdo aspekt. Pra, besuat ju, qëndruat në përputhje me të vërtetën tuaj, e kryet çorimin që nevojitej. Dhe këtu thot 2 është më mirë se sa 1. Pra ju jeni të plot në veten tuaj. Nuk po merrni një gjysmë, ju jeni gjysmë dhe po merrni gjysmën tjetër. Ju jeni të plot dhe po merrni një person që është i plot, po merrni një jo vetëm person, pra duke qenë se këtu janë persona, prandaj e përmenda, dhe thot 2 është më mirë se sa 1 për të krijuar ëndrat tuaja e të tjerë, pra për të jetuar jetën tuaj, por dhe mund të ketë lidhje me aspektin profesional, bashkëpunim, në karrierë, por mund të jetë gjithçka. Thjesht është ideja e kooperimit, pra në këtë gjë që ju doni të mbroni dhe të luftoni këtë luftën e mirë, ju mund ta bëni edhe vetëm, por është më mirë nëse ju bashkëpunoni me të tjerët. Dhe ishte e rëndësishme që ju të shëroheshit, të reflektoni, të sqaroni të kaluarën, me qëllim që të mos ecni për shkak me këto bagazhe në këtë rrugtim të ri, por të jeni të lirshëm, të kërceni, të argëtoheni, të shijoni jetën, të vraponi ndoshta, të notoni, si mund të notoni dhe të vraponi dhe të shijoni jetën me këto bagazhe të rënda që ju mbajnë pas. Dhe kjo lidhet duke qenë se është e zemra këtu, pra që ndjeni së fundmi ngjyra roz mund të rezonojë me ju. Sigur zemra juaj është duke u hapur edhe më shumë. Lotusi roz mund të rezonojë me ju, lotusi i bardhë sigurisht. Dhe ndjeni sikur jeni më të hapur ndaj aventurës, edhe nëse keni frikë përsëri. Si të thuash, keni këtë entuziazmin dhe intuita ju thotë që është diçka e mirë, kështu që ju keni frikë dhe e bëni përsëri. Dhe me këtë ne mbyllim dhe videon e hënës së plot, kështu që rezonojnë vërtet shumë me njëra tjetrën. Por le të shohim ndoshta 3 mesazhe apo çfarë mund të vi për ju. Sado që mendoj që ajo çfarë nevojitej u përmend dhe u tha. Por thjesht do të dia se çfarë do donte të vinte tjetër. Pra si shikonim, kjo ka lidhje shumë me pjesën e ankthit, por edhe me pjesën e gjërave që ju bllokojnë, që mund të jetë kjo e kaluara. Dhe pa i ballafaquar këto gjëra që ju bllokojnë, që mund të jenë persona, mendime, ndjesi, pa bërë këtë reflektimin dhe pa e mbyllur si kapitull, nuk mund të kaloni te kapitulli i ri, apo jo. Dhe shembull që erdhi tek videoja e hënës së plot ishte që pa mbyllur klasën e 5, për shembull, provimet e saj, pa marrë esencën e këtyre mësimeve, nuk mund të kaloni në klasën e 6. Ama kjo ndihmoi sepse është përgatitje për nivelin tuaj të ri, dhe është vërtet një nivel i ri. Ama pa e përmbyllur, nuk mund të kaloni dot tek fillimi i ri, sepse çdo fund është një fillim i ri. Kështu që lejoni fundin të ndodh, besojni intuitës tuaj, besoni edhe nëse nuk i shihni të gjitha hapat që do të hidhni, që erdhi edhe energjia femërore te kjo video. Dhe thjesht
nisni me besim se gjithçka po ndodh për më të mirën tuaj. Gjithçka, edhe nëse nuk duket në këtë moment, gjithçka po ndodh për më të mirën tuaj dhe të gjithëve të përfshirë sigurisht, por gjithçka ka kohën e vet që është kaq perfekte nëse ne e lejojmë të ndodhë ashtu siç duhet. Karta tjetër është karta që tregon që ju jeni më të fuqishëm se sa mendoni. Ju mund të gjeni stabilitet dhe në kaos. Dhe ju keni marrë të guxim për të hapur këtë fes mendimesh, fes emocionesh, e keni hapur vetë dhe keni lejuar që një herë mirë t'i ballafaqoni. Pra gjatë kësaj periudhe reflektimi e keni lejuar që një herë mirë t'i ballafaqoni të gjitha, sepse jeni gati për fillime të reja, jeni gati për gjithçka që ju keni ndëruar, jeni gati për aventurë, jeni gati të argëtoheni. Dhe e ndjeni që kjo ka që një barë si një fes shumë i rëndë për të mbajtur. Kështu që ju e keni lënë të hapet dhe i keni ballafaquar të gjitha. Dhe keni bërë shërimin e nevojshëm dhe keni pushuar, pra keni punuar me ciklet që ju keni ndjerë. Dhe nëse nuk i keni bërë, pra kjo është ajo që mund të bëni, do të bëni. Por kjo është energjia që unë po ndjej, pra e kaluara, e tashme dhe ardhmja janë të gjitha këtu dhe tani, kështu që sido që unë ta them, ju merrni si mund të rezonoj për ju. Nëse se keni bërë, jeni të tritur ta bëni. Nëse e keni bërë, do të thotë që jeni në rrugën e duhur. Dhe karta tjetër lidhet shumë me pjesën e fakti që ju do të hidheni në veprim tani më. Dhe kjo kartë në fakt duhet të vinte pas gjithë këtij përshkrimi që ne tham, sado që erdhi e dyta, por nuk ka problem, sepse siç e tham, e kaluara, e tashme dhe ardhmja janë të gjitha këtu. Pra si shikoni janë të gjitha këtu. Ne përpiqemi që të japim një sens logjik dhe t'i vendosim gjërat sipas radhës, apo jo. Dhe ju tani më jeni gati që të veproni. Dhe siç e shikoni, për shembull, nuk është mbreti. Është diçka më poshtë se sa mbreti, që tregon pra që ju mund të mos jeni gati 100% për këtë veprim. Mund të keni frikë, mund të keni pasiguritë tuaja, mund të keni këto mendimet e shumta, për shembull, apo ankth, qoftë edhe ankth për të bërë këtë gjë. Por ky ankth e kuptoni që vërtet nuk na qen ka ankth, por është entuziazëm. Është entuziazëm sepse kam kohë pa bërë këto aventura të reja. Po ndjek këtë lloj adrenaline dhe entuziazmi të mirë, si të thuash, edhe pse është frika aty. Është një shprehje që guximi nuk do të thotë që ju s'keni frikë. Do të thotë që ju, edhe pse keni frikë, e bëni përsëri. Dhe kjo është ajo që ju po bëni. Keni bërë apo do të bëni. Po i them të treja tani. Shumë mesazhe të bukura në lidhje me këtë energji dhe ishin vërtet shumë në ndërthurje me ato që ne folëm në lidhje me hënën e plot, por duke mos dashur që ta bëj videon shumë të gjatë, mendova t'i ndaj në dy. Uroj që të kenë rezonuar me ju, do doja të dija se sa kanë rezonuar me fazën specifike në jetën tuaj, me vetë ju. Jam shumë i lumtur që komentoni eksperiencën tuaj dhe që flisni mendimin tuaj lirshëm, sepse fundja le ta inkurajojmë njëri tjetrin të jetë autentik. Kjo është më e mira e të mirave. Dhe le ta pranojmë njëri tjetrin kështu siç jemi apo jo. Nuk ka njeri perfekt. Ama ne jemi perfekt kështu siç jemi. Ndoshta dikush kishte nevojë ta dëgjonte këtë. Pra mos e mendoni, mund të ketë lidhje me këtë faktin që ju s'jeni gati. Mos e mendoni që duhet të jem 100% gati apo ta ndjej që s'kam frikë fare për ta bërë që të hidhem në veprim. Sepse është shumë larg së vërtetës. Ndoshta ju s'jeni kurrë gati. Gati aq sa ju mendoni pa 100%. Ama ju jeni gati në momentin që ju thjesht e bëni, apo e vendosni që jeni gati. Shumë faleminderit, shihemi video tjetër, mirupafshim.